pra të dashur miq. Unë më fal një minutë, së pari unë do doja të ftoja të gjithë trupën e aktorëve në skenë. Po, aktorët mund vinë në skenë, sepse kam diçka shumë të rëndësishme për t'i komunikuar publikut dhe për këtë do doja vëmendjen maksimale tuaj. Në një qytet të vogël, diku në jug të Shqipërisë, njerëzit atje punuan për dekada me radhë për të nxjerrë pasuritë nën tokës, por në fakt, pasuria më e madhe ishin vetë njerëzit aty që me vlerat dhe talentin e tyre ndriçuan në skenat shqiptare, por jo vetëm shqiptare, edhe kudo nëpër botë. Dhe ajo çka është më e rëndësishmja, këta njerëz nuk harruan kurrë vendlindjen e tyre, dhe sot erdhi momenti, sot erdhi dita që vendlindja ata t'i shpërblej, duke dhënë titullin e madh të qytetarit të nderit. Për mua në fakt për mua ka qenë e kuptoj që duartrokitja shumë e përzëmërt, po unë do theja edhe dy fjalë. Në fakt për mua ka qenë nder dhe fat i madh që përgjatë gjithë këtyre viteve në skenë kam qenë për krah një talenti si Agron Llakaj. Dhe do kërkoja nga publiku që këtë duartrokitje të madhe t'ja jepnim Agronit të gjithë të çuar në këmbë. Jo, faleminderit. Besoj që ishte duartrokitja më e bukur e tij. Faleminderit. Shumë faleminderit. Shumë faleminderit. Meriton vërtet kontributën e dhënë skenës shqiptare. Faleminderit. Shumë faleminderit për emocionin që më dhuruat. Është një mesazh njerëzor, është një mesazh qytetar, edhe një mesazh artistik. Me të vërtet e falenderoj shumë qytetin për vlerësimin që më ka bërë. Natyrisht unë nuk kam se si mund të lë pa përmendur që gjithkohon jam një djalë i lindur, e rritur me Malia, kam ndërtuar personalitetin tim. Akademia e parë e humorit ka qenë vërtet në qytetin me Maliajt. I përshëndes nga ekranit gjithë, po tashmë me Malia ime është bërë shumë i madh, sepse unë siç dua me Malia, dua gjithë Shqipërinë, gjithë spektatorët që më kanë dhuruar nga ky dashuri. Faleminderit. Faleminderit, natë e mirë.